Kandidat Vjosa Osmani sot e ka shpërbeku vendin, çfarë mendimi keni që do të shkojmë prapë në zgjedhje? Marri i koft Vjosa Osmanit, për interesa personale, rinin të njën ka e shkatrojnë. Edhe, kush tjetër, hajde tjetër sa që. A jeni lodh prej zgjedhjeve? Pa na edhe jemi lodh prej zgjedhjeve, vjet 4 po zgjedhje, edhe që tash ku po jesin fundet e Kosovës, taksa paguesit e Kosovës, ku po jesin. Dyqyshi natët shqiptare, këto janë për kënaqësinë e serbëve. Luftat në botë janë të llovi, Vjosa Osmani ka sjell punën deri aty me ardhmë bisedë me Trumpin gu për Kosovën. E më bo këtu Marrina o qovë gjithë partive. Marrina. Çfarë mendimi keni që duhet të shkojmë prapë në zgjedhje? Po në zgjedhje duhet me shku prapë veç asnjë parti në Kosovë nuk ka më mujt me fitua. Prapë veç për na 43 milion euro për 3 vjet janë harxhuar të mos më bashkua. A për ta zgjedhë 12-13 milion euro, a krejt shtëpia apo banesa fukarave dhe veteranëve të luftës që ka 4 muaj, 5 muaj s'kan pas majic me vesh në trup me la me hongër buk, kjo është një çudi që në bota kesh me neve. A jeni lodh prej zgjedhjeve të shpeshta? Lodh prej zgjedhjeve edhe fëmia, lodh prej zgjedhjeve edhe mizat, lodh prej zgjedhjeve populli. Po me qenë se erdhi puna deri këtu atë, domethënë si duket pas ka mbetë vetmja mënyrë për me shkututje ato. Keq pse lejum ne me ardh deri te këtu. Pse lejum partitë politike tona që të shkohet prapë në zgjedhje, pas kishte 2-3 muaj që ishim në zgjedhje. A mendon që u bë e lodhshme me shku çes disa herë në zgjedhje dhe a mendon që është e nevojshme me shku kaq shumë herë në zgjedhje? Jo vetëm e lodhshme, po sinqerisht po ju them, është bë edhe e neveritshme. Ku s'kam besu pse jemi të tillë. Do thotë mbrana një viti 4 parë zgjedhje, tu llogaritë ato lokalet. Shkohet në zgjedhje, më thonë duhet sepse si duket s'po ka rrugdalje tjetër. Po çka edhe pas zgjedhjeve që do të vinë? Çka do të bëhet pas zgjedhjeve që do të vinë? Asgjë, do të bëhet edhe më keq. Përshëndetje. Presidentja në detyrë Vjosa Osmani ka shpërbeku vendin. Çfarë mendimi ki që do të më shku prapë në zgjedhje? Kur s'kum pa njerëz më të paftyrë se kjo gjenerat, edhe opozitës dhe opozitës. Është për çdo kritik një vend kaq i vogël me jetë një herë 15 muaj sa zgjati periudha e parë, tash prap neve po shpenzojmë parë për budallakit edhe veprimet shumë destruktive të dy palëve. Nuk jemi vend i madh dhe me kaq pak banor, me bo kaq shumë shpenzime të tatim paguesve dhe ata tallen me ne. Është për çdo kritik, edhe pozitës edhe opozitës. A jeni të lodhur nga zgjedhjet e shpeshta? Jemi të lodhën edhe stërlodhën dhe ne me gjithë ato sankcione që i kemi pas, me gjithë këto veprime kaq destruktive të gardës politike, të opozitës edhe të pozitës, jemi stërlodhën. Pse duhet me dalë na për budallëkit aty në? Jo, unë e du presidentin, jo se m'bën punë kë, jo m'bën punë kë. Është për çdo kritik. Presidentja në detyrë Vjosa Osmani ka shpërbeku vendin. Çfarë mendimi ki që do të më shku prapë në zgjedhje? Po shifni, kjo është një tragjedi në politikën kosovare, se Kosova është i vetmi shtet në botë i cili organizon zgjedhje të lira, zgjedhje demokratike, por nuk është në gjendje me zbatu dëshirën e votuesit. Pra se kemi politikanë edhe partitë politike të papërgjithshme deri tash. Edhe kjo nuk është hera e parë që ka probleme kësaj. Sa i përket shpërndarjes kuvendit nga ana e presidentes, ajo është drejt kushtetuese, ajo ka drejt, sipas kushtetuesës ka drejt me bë këto, sepse këto partitë politike të cilat kanë qenë në parlament nuk kanë qenë në gjendje me zgjedh presidentin e Kosovës. Domethënë aty nuk ka kur farë probleme. A jeni lodh prej zgjedhjeve të shpeshta dhe a mendon që është e nevojshme? Zgjedhjet nuk kanë qenë të nevojshme fare, mas pore se nuk ka pas mundësi me ndalë prej krize. Për këtë krizë që kanë kriju janë gjitha partitë politike dhe gjithë kryetarët e këtyre partive politike përgjithë. Prej Albin Kurtit e këtij PDK-s, e LDK-s, e AK-s,
Këta kanë mujtë shumë letë me u marrë vesh. Prezidenti aktuale e ka kry detyrën e vetë shumë mirë, nuk ka pas aty ndonjë asnjë, do po thonë që politikë brendshme ka dështuar sa vdiunë, po ajo në realitet ka kompetencat e kufizuar sa i përket politikës brendshme. Do të thonë më shumë ka kompetenca politikë jashtme, atë punë ka kryer shumë mirë. Kështu që kanë mujtë më marrë vesh, me ashtu mandatin pa pikë problemi.